Gjykata kushtetuese ka abroguar disa nene nga metodologjia e regjistrimit të popullsisë nga viti 2021. Sipas vendimit të gjykatës më të lartë, nga metodologjia hiqet kategoria popullata rezidente dhe popullata jo rezidente. Në arsyetimin e vendimit, gjykatësit që kanë votuar për abrogimin e neneve kontestuese kanë konstatuar se një ndarje e tillë bie në kundërshtim me kushtetutën dhe nuk mund të zbatohet. Pjesa 2, popullsia e përgjithshme rezidente dhe popullsia e përgjithshme jo rezidente. Gjykata ka vlerësuar se pjesët e lartë përmendura të metodologjisë nuk janë në përputhje me vlerat themelore të rendit ton kushtetues, mbi të gjitha me sundimin e ligjit, thon nga gjykata kushtetuese. Gjykata ka konstatuar se drejtori i endit shtetëror të statistikave ka tejkaluar kompetencat dhe ka vepruar në kundërshtim me ligjin, duke i hapur rrugën kështu organeve ligjzbatuese ta ndjekin penalisht për shpërdorim me detyrën zyrtare. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar se drejtori i endit shtetëror të statistikave i ka tejkaluar kompetencat e tij dhe përmes akteve nënligjore metodologjisë ka kategorizuar popullsinë në rezident dhe jo rezident, gjë për të cilën nuk ka kompetencë ligjore, sepse ligji nuk parashikon një kategorizim të tillë, njoftojnë nga gjykata kushtetuese. Iniciativa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së metodologjisë ishte dorëzuar nga deputeti Skender Rexhepi më datë 29 tetor 2024. Procedura ndaj nismës së Rexhepit ishte hapur me 12 mars të këtij viti. Deputeti Skender Rexhepi Zejdi ka përshëndetur vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, që rrëzon si jo kushtetuese ndarjen e qytetarëve në rezident dhe jo rezident në procesin e regjistrimit të vitit 2021. Sipas tij, ky është një vendim historik dhe një fitore e madhe për diasporën shqiptare, e cila deri më tani ishte përjashtuar padrejtësisht përmes metodave diskriminuese dhe statistike nga pjesëmarrja e barabartë në jetën publike.